jeni? Dhash Zoti na keni sjell lajme të mira. Nuk mundem të them një gjë të tillë. Djalin që qëllove ka ndruar jetë. Çfarë? Tani jetutje do t'jetë edhe më e vështirë. Ata do të kërkojnë 18 vjet burg. 18 vite. Çfarë po thua ti? Thika ishte e tyre. Ata sulmuan, ne umbrojtëm, e thatë kështu? Çfarë atër? Si është e mundur? A duhet Në rregull është? Si është e mundur? A duhet të kisha lënë të përdhunojnë Aishën? Ti lejoja të argëton me të? Kush nuk do ta kishte bërë të njëjtën gjë? Mbrova një grua. Unë mbrova një grua. Në rregull, të kuptoj ty, por duhet të qetësohesh, për ndryshe do dënohesh. Shiko, tani jetutje, dëshmia e Aishës është më e rëndësishmja. Ajo është dëshmitarja juaj e vetme. Ajo duhet të vinë në Stamboll. Ka edhe diçka tjetër. Nëse në gjë që ju thoni që Aishi është e fejuara juaj dhe ju e mbrojtët atë, atëherë ne do të jemi në gjendje të i përcjellim diçka gjykatësit. Unë duhet të flas me Aishën. Mige, shiko, pash për ty qenë ka. Do t'jesh si një princesh. Nën, çfarë është ajo? Cilat janë mëngët? A unë do t'a vesh këtë? Mirë, Mige. Pica sa më bëriti, zonja Leman. Pica? Kush ka mundur të porosis? Me shumë mundësi në konakun tonë nuk është, dikush tjetër do të ketë porositur. Pica është e imja, unë e kam porositur. Në rregull, Aisha, në jo. rregull. Ne do ta rregullojmë atë. Në rregull, shumë faleminderit. Kam porositur më shumë, a doni edhe ju? Unë dua. Myge? Myge, çfarë po bën ti? E për pak nuk bëhet asgjë. Jo, shpirt nuk ka nevojë. Myge, Një dy pjesë në ndoha asgjë nuk do ndodh. Myge, vetëm gjysha jote mos ta di. Po më të shmendni mua. Si duket? E pabesueshme. Nëse them që nuk kam ngrënë kur pica, nuk do ta besoni. Çfarë? Pse? Në këtë shtëpi është ndaluar të ham ndonjë gjë tjetër përveç ushqimit të Azades. Ajo e ndalon. Ushtarët janë gati për urdhrat tuaj, kapiten. Ti je sheqet. Mendoj tani jetutje ti mund t'i je sheqet në këtë dhomë. Kjo është shumë e shishme, mund të hagja gjithkohës. Mige, dil nga dhoma. Por gjyshe... Të thash të dalësh. Të thash se do të ndjekësh rregullat e kësaj shtëpie, por nuk më dëgjon. Nuk do sillesh siç dëshiron ti. Asesi mua nuk do më kundërshtosh. Nuk do të sillni gjëra të tilla në shtëpi. Çfarë bëhet ju? Do të harrosh jetën që ke pasur në Stamboll. Kjo nuk është ferma jote ku mund të bësh çfarë të duash, zonja Aishe. Tani jetutje, për sa kohë që unë jam në konak, ti do të jetosh sipas rregullave të mia. Ky është paralajmërimi im i fundit. Nën? Aisha, çfarë ka ndodhur këtu? Hajde qo pak, qo tani. Të lutem mos jaj. Të lutem. Në rregull, të lutem mos jaj. Dakor. Të lutem mos jaj.
Sinqerisht e kërkoj. Dhe më vjen shumë keq. Pikërisht që të solla këtu. Të solla në këtë ferë dhe jam shumë i penduar. Po ne duhet t'ja dalim banë. Ajo do t'ju torturoj derisa të jetosh këtu, mbaje mend. Ajo gjithmonë vetëm lot do të sjell. Sa i përket kontratës dhe parave, harroj të gjitha. Le ta ndërpresim kontratën që tani. Dhe falë të qofshin të gjitha parat. Unë duhet ta kisha marrë këtë vendim më herët, por ja që nuk munda. Askush nuk ka të drejtë të bëj keq ty. As unë nuk kam të drejtë të mbaj më shumë këtu. Dhe të lutem më falë. Me njëherë kam për ta blerë një bilet për në mbrëmje, o mora vesh? Dhe ti do të largohesh. Largo dhe shpëto vete. Le të mbaroj e gjitha. Nëse unë shkoj atëherë çfarë do të ndodhë me planin tuaj? Mua më haro. Tani mendo vetëm për veten tënde. Kjo është puna ime. Nëse duhet të paguash, atëherë unë do ta bëj. Ti seriozisht e ke? Po, seriozisht e kam. Të falenderoj për gjithçka. Dhe të kërkoj ndjes për të gjitha. Të lutem më fal. Mos qaj. Baba, shërohu më, të lutem. Më thuaj diçka, hajde, thuaj. Ta largoj unë. Mirë, baba. A je më mirë? Më thuaj. Erdi Feriti. Ai është i pakënaqur, Yaman. Baba, ti po vdes, por akoma mendon për Sanxhakzade. Çfarë Feriti thua? Baba, pse mendon për ata dhe jo për djalin tënd? Përse? Mos ja bëj këtë Feritit. Mos. Ju jeni vëllezër. Çfarë vëllezërish, baba? Çfarë vëllezërish? Dëshiron të më sakrifikosh mua për ata? Mos e bëj atë për hir të Zotit. Baba, shiko, djali jo do të bëhet një person me ndikim, edhe ti nuk mund ta imagjinosh sa me ndikim të madh, kuptove? Edhe unë do martohem me Handen, baba. Do martohem me Handen dhe do kem shumë forcë. Ky Feriti nuk është vëlla im.
Kezban, të gjitha gjërat dërgojnë e pastrim. Vetëm i thoni të bëjnë kujdes që mos dalin se herën e kaluar. E kupton? Në rregull, zonjë. Ferit Bir, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, baba. Më në fund të plosua dëshira nën. Aisha dhe unë vendosëm të ndajemi. Ajo po largohen nga konaku. Fituat përsëri, ju përgëzoj. Kam një lajm të mirë, zonja Hande. Çfarë ka ndodhur Fatosh? Jam e sigurt se diçka e mrekullueshme ka ndodhur. Zonja Aishe po largohet nga konaku. Zoti Ferit dhe sa ata po ndahen. Seriozisht e ke ti? Shumë seriozisht, telefonoj Ajtenin. A mund të më vësh një kafe qefi mua? Patjetër zonjë, me një herë. Faleminderit o zotim. Unë do ta mbështes vendimin tënd Bir. Asnjëherë nuk është vonë për të rregulluar një gabim. Por unë nuk fitova. Ti je fituesi. Se shpejti do ta kuptosh këtë kur të kesh një martesë të vërtetë. Unë nuk do të martohem, nën. Mos shpresona një gjë të tillë. As me Handen, as me dikë tjetër. Ky kapitull është i mbyllur tani më. Ferit, a je mirë vëlla? Mirë jam vëlla, mirë. Kjo do t'jetë më e drejta. Ne do të flasim më vonë. Ka dy arsye për martesën. Ose e gjetët veten në një shok, Ose prindërit më detyrohen. gabohesh. Unë nuk të detyrova ty. Ti dhe Hande vendoset të martoheshit vetë, pa ndërhyrje në askujt. Arsyeja e dytë është të duash dashuri. Një person nuk mund të shtiret sikur e do, edhe nëse është gruaja e tij. Ku e kupton që unë nuk e dua Aishen, nën? Zonja Aishe, shpresoj që tani tu të jesh më e lumtur. Kezban, ndihmoj zonjës Aishe. Duhet ta përcjellim mirë mysafirin. Prisni një minutë. Jo, zonja Kezban. Nëse mundem, mund dua të them diçka. Urdhëroni. Unë jam rritur vetëm. Mbase unë jam privuar nga familja ime, por unë nuk jam privuar nga jeta ime. Feriti mua më ndihmoi të harroj se nuk kam njeri. Aishe, Flokët I kisha të lagura, dhe ai më ndihmoi t'i thaja që të mos sëmuresha. Ai ishte gjithmonë aty, duke më ndihmuar. Kur unë kisha temperaturë, ai qëndroi tërë kohës me mua dhe më shëroi. Unë tani bëra çfarë bëra dhe tani dua të vlerësoj një person që nuk më ka gjykuar kurrë. Unë si gruaja e Ferit Sanxhakzade, premtova diçka. Unë nuk do ta lë burrin tim, kurrë. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kananak bilsen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silmez. Seni bulur acısı, söndürer olmaz intikam ateşi. Nëse e pranoni këtë, bëhet shumë mirë.
Unë jam e gatshme t'i përballoj të gjitha për burrin tim, zonja Azade. Sana söz kalbim, yangın yeri gönlüm, evi dönmem geriye. Kalpte bir yarasın aşk bugün öldü. Yol varamaz düğüne. El Fatiha. Amin. Ne jemi mbledhur këtu mbi varrin e vëllait ton Veysel, të cilin ja dham tokës, Zoti e bekoft. Amin. Zoti jon fuqiplot, jepi durim dhe ngushëllimin më të lartë dhe më të mundshëm djalit të Veyselit Yamanit. Amin. Zot, mos na lejo të devijojmë nga feja jon. Le të adhurojmë vetëm ty, o i madhi Zot. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Për anë ngushëllimet e mia. Faleminderit. Duket se familja ka shkuar me ta. Prano dhe ti ngushëllimet e mia. Faleminderit miqve. Gruaja jote u largua nga konaku. Të gjitha gjërat e këqija të erdhën njëra pas tjetrës. Gruaja ime nuk shkoi askund. Ajo është këtu. Afër meje. Ti dëshiron të hapësh një faqe të re, por asgjë nuk do dal nga kjo kunat. Unë të thirra kunat, vlerësoje. Shumë bukur, vlerësoje. Shumë bukur, pra. Më thohu, së shpejtë do të më quash me të vërtet kunat. Pranon ngushëllimet e mia. Zoti të dhënë durimin. Faleminderit. Pranoni ngushëllimi. Zoti i falt mëkatet e tij. Ai bëri shumë për familjen tonë. Ne e vlerësojmë shumë. Faleminderit. Shihemi më vonë, Nona Azade. Aisha? Çfarë po bën? Prindrit e mi janë njoftuar nga një karanfil. Babai e pa nënën time, e ndoqi pas, zgjodhi një karanfil dhe ja dha nënës. Nëna mendoi se babai ishte shitës i luleve dhe tha se ajo nuk kishte para. Ashtu i tha. Babai tha që ai nuk ishte një lule shitës dhe se ai e kishte kputur nga kopshti për t'ia dhënë asaj. Ata qeshën të dytë dhe kështu filloi historia e tyre. Pastaj nxorën karanfilin nga vazoja dhe e mbollën në një vend. Pash se emri i të ndjerës është i njëjtë me të nënës time. Nuk do të marr vendin e saj, por tash me vete do marr pak dhe.
Një histori shumë e trishtuar e karanfilit. Është e qartë pse është kaq i vlefshëm karafili për ty. Të shkojmë? Shkojmë. Rrugës duke ardhur, rregullova telefonin tënd. Tani e tutje, ai nuk do ndizet vetë. Faleminderit shumë. Sikur të mund të hakmerrësh prej andej nga të gjitha ato padrejtësi që janë bërë ndaj nesh. Do t'ju kërkoj të japin llogari për gjithë çka që na kanë bërë. Për ti nuk mundesh, apo baba? Ti nuk mundesh. Ti je një person i ndërgjegjshëm. Por djali yt nuk të dhimbs. Madje ai nuk lëvizi kur ti dhe shpirt. Sepse ne të dy ishim të tepërt në këtë botë, baba. Ose ti, ose unë. Një duhej të jetonte dhe një duhej të vdiste, baba. Nuk është çudi që përrallat fillojnë na ishte një herë një kohë. Ashtu është pra botë e vdekshme. Ku po vrapon ti kështu? Gjyshe kam shkollë verore. Jam vonë, do të vënohem. Në rregull, eja unë të dërgoj. Baba im i dashur, le të shkojmë sa më parë. Ajten, na bëj nga një kafe. Me një herë zonjë. Apo kërkoni dikë? Po kërkoj dikë. Aisha Yilmazin po e kërkoj. Hyr, eja bi. Pse e duke e kërkuar Aisha Yilmazin? Nëse adresa që e kam është e saktë, atëherë ajo këtu punon. Ti ke humbur babajnë tënd. Por unë jam këtu për ty. Xhaxhai yt, Adnani është këtu. Babai im ka vdekur. Xhaxha Adnan. Cili do baba të jesh për mua? Nuk do bësh baba gjaku për mua. Dua ta dish këtë gjë për gjithmonë. Që zonja Aisha të tha se ajo punon këtu, apo jo? Jo, ajo nuk më tha mua, por vëllai tim i ka thënë. Aisha dhe vëllau im ashtu. Çfarë ka me vllain tënd?
Ata janë shok. Çfarë lidhje miqësie kanë ata? Ashtu. Ajo dhe vëllai im ashtu. Çfarë? Ma thuaj bi, thuaj. Seda? Ajshe? Zonja Ajshe, motra e shokut tënd ishte shumë e shqetësuar për ty. I kishte thënë se punon këtu, edhe ne jemi kurishtar të di. Çfarë pune bën ti këtu, zonja Ajshe? Ashtu, unë nuk i thash kështu, por në fakt kjo është... Ashtu, është... Seda, mirë se erdhe. Unë jam Feriti, burri i Ajshes. Unë dhe Ajshe u martuam dhe nuk i treguam askujt. Dhe sa duket as ti nuk e dije. Dhe të lutem, më fal për këtë. Mirë se erdhe dhe një herë. Ma vjen shumë mirë që u njohëm bashkë. Eja këndej. E po, më thuaj, çfarë pune po ngatron ti Ajshe? Hë? Vëllai im është në burg për shkakun tënd, kurse ti? Si mund të martosh me dikë tjetër? Seda, shiko kështu duhet të bëhej. Përveç kësaj nuk ka asgjë mes meje dhe Bahas. Pse nuk e kupton këtë gjë ti? Për çfarë po flet ti moj? Edhe në dëshmi ti the se ai është i fejuar yt. Thash kështu për ta shpëtuar djalin. Në rregull. Po, a e din burri yt për Bahan? Nuk e din apo jo? Zemër, nuk desha t'ju ndërpres, kërkoj ndjes. Thjesht doja të pyesja që unë dhe ti dhe Seda të ham darkë në një vend të mirë, çfarë mendoni? A mund të flasim pak? Patjetër. Unë do të pres jashtë Ajshe. Ashtu, ajo u ofendua që unë u martova pa i treguar asaj. Prandaj duhet ta bëj që të më falë. A mund të dalim kësaj radhe vetëm unë dhe ajo? Patjetër që mundet të dashur, pse ja? Do t'ju çoj unë dhe ashtu do shkojnë në kompani. Në rregull, faleminderit. Seda, eja të shkojmë. Ore djalë, shko! Të paktën ti mos më gënje. E kam dëgjuar. Po tham e kam dëgjuar, fate e kam dëgjuar. E quaj ti burr. Ajo tha se ja dha fjalën burrit të saj. Tha se nuk do ta linte. Ajo gjeti dikë dhe u martua atje. Hajde shpirti im, bia ime e bukur. Të dua shumë, a e din? Po, baba, edhe unë të dua shumë. Bia ime. Atëherë shihemi në shtëpi. Në rregull, shihemi. Mirë bi, shkova. E bru? Sinan? Shikoj ti këtë. Unë u gotova pa kur të pash këtu pas disa vitesh. Edhe unë. Sa vite kanë kaluar? Shumë. Ti je kthyer nga Gjermania. Po, tani e tutje do të jem këtu. Je kthyer, pra për gjithmonë? Po. Madje e regjistrova djalin tim në shkollën verore për të bërë miq me fëmijët. Kështu është jeta. Edhe vajza ime vjen këtu. Ti gjithmonë ke dashur të kesh një vajzë.
jote? Apo kuptohet me gruan tënde? Shpresoj të ke gjetur një nuse për qefin e saj. Ti si e? A je lumtur? Desha them si kalove rrugës, si u ktheve në shtëpi. E po ku do që shko njeriu, a deu zë një vend të veçantë. Kjo dihet. E sakt. Si do qoftë unë të shkoj tani. Miru pafshim. Miru pafshim.